Teksa harta zgjedhore është Mavi, gjatë një konference për mediat, Sali Berisha hodhi akuza se zgjedhjet e 11 majit u diktuan nga krimi dhe se janë zgjedhjet më të grabitura, platshkitura dhe dhunuara në të gjithë historinë. Zgjedhjet e 11 majit u diktuan që të gjitha nga krimi, bandat kriminale të qeverisë ishin aktive në 10 qarqe të Shqipërisë, në 20 bashki të vendit, dhe ato patronuan 30 deputet të mazhorancës kriminale. Pasi nuk pranoi humbjen, Berisha thirri protestë në datën 16 maj ora 17:00, ditën që në Tiranë do të mbahet samiti i Komitetit Politik Evropian, që do të mbledhë në Shqipëri lider nga e gjithë bota. Ne nuk bëhet fjalë kurrë që të pajtohemi me këtë zgjedhje. Jo, të harroj kush. Ne kemi bërë gjithçka në përputhje me ligjin, sa në takonte ne si opozit, që Shqipëria të ketë zgjedhje. Tani opozita ka detyrat që do t'i përmbush me shumë dinjitet, me shumë vendosmëri. Protesta e datës 16 është një protestë në emër të një populli që votën ja dikton revolja pas kokës, si që ka ndodhë në Peshkopi. Që votën ja dikton Poja, ja dikton Suelçela, ja dikton Blendi Xhabafti, ja diktojnë Fir, ja diktojnë bandat të katëran të vendit. Miq që vinë do të ndëgjojnë zëri një popull që kërkon të votojë lirë dhe që një tiran, një narkodiktator, nuk i lejon ata, por përdor të gjitha mjetet e dhunshme për të rrëmbyer votën. Ka krijuar shtetin monstër elektoral. Rikthim pas 12 vitesh në pushtet, me nëngratën Bisupe, Berisha nuk e mori, por paralajmëron se në asnjë moment nuk ka plan të dorëhiqet nga drejtimi i Partisë Demokratike, edhe pse ja dikton qartë statuti i partisë.